çfarë me vepruar me rëbët e luftës. Fëshuddulu wathaq, rëbërët që i keni nxanë, lidhni, prangasni që mos t'ju ikin, prangasni ata. Fe imma mannen ba'du, wa imma fidaa. E pastaj ju me këta rëbë, i keni dy alternativa, apo dy opsione. Ose falni, lironi, pas një kompenzim, e që është gjest human, e që këte e bojnë ma shumë të muslimon të këtë dynja, falni. Ose mërni kompenzim prej tyne. Ose mërni kompenzim prej tyne. Ka nevoj shteti kompenzim prej tyne, që është e sheh prisi muslimanëve. Nëse e shef me i liru, i liron. E shef me i liru krejt, i liron krejt. E shef me i liru një pjesë, i liron një pjesë. Pjesën tjetër, apo krejt, apo sa të doj, ka të drejt, kompenzim me li prej tyne. Me kompenzim. Ose në para, ose kompenzim rëbt e juaj, jo musliman, me në liru rëbt e tonë musliman. Edhe është kompenzim. Ta lirojmë një rëb, në liron një rëb. Ose ta lirojmë një rëb, në liron dhe të rëb. Që keti tonë. Këtu dy mënyra. Disa ulema, edhe jo pak, kanë thanë se prisi muslimanëve nuk ka tjetër alternativ pas këtyre dy alternativave apo opsioneve karshi rëbëve të luftës. Ibn Kathiri thot kështu. Thot një grup i ulemave kanë mendojnë, thonë, se prisi nuk ka të drejtë, prisi e fjala kalifja, sultani, komandanti, nuk ka të drejtë alternativ tjetër pas këto të dyja. Por ulemat të tjerë mendojnë se është edhe opsioni tjetër. I treti, e që është vrasja e atyre arabëve që e sheh të udhës, të nevojshme, të domosdoshme, prisi muslimanëve. Dhe kjo ka thonë, argumentohet me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në luftën e Bedrit. Thamë këto ajete, kjo sure, si pas gjitha gjasa, ka zbrit ose pas surës Bedr, luftës e Bedrit, ose luftës e Uhudit. Pra, në luftën e Bedrit, në mesin e atyre 70 rëbëve të cilit ozuën një prej krerve me kas Nadr ibn al-Harith, ibn Uqbete ibn Muaytin. Nadr ibn al-Harith, këte e kem përmen me 10 herë prej fillimit, komentimit të surës Bekare për shirrin e madh që ka bërë muslimanëve. E tash kë po mendon që mos me pagua, e jo pejgamberi tha me myt. Këte e vra pejgamberi, jo vetaj por drejt me vra. Edhe e mbëtën. A ne pse kë nuk e dha pas pare, pare nuk e dha që për myt. Shumë i forta, shumë parimor. Por si do që tjetë pamarësisht natyre si tina, pa mos marrë shumë kohë sepse kemi dhe jetë tjera, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në jetën e vetë të përditshme, urdhëroi më vra ndonjëri prej arabëve, e që është edhe me emrin e njohur, Nadr ibn al-Harith. Dhe pastaj me këqyr historinë e tina, që është se ka më lartë, kuptohet shkaku pse ka ardhur me vrakte, sepse shirri i tina ka qenë i pa përshkruar dhe i pa fund, sa shumë dëm ju ka bërë musliman me kë. Por të tjerët, nuk i ka vra, alayhi salatu wassalam, një grup i ka liruar, kur kemi folë surët e Al-Anfal, surët Tobe, kemi folë, veçantë surët e Al-Anfal për luftën e Bedrit atje, një pjesë i ka liruar falas, pas gjo, një pjesë tyre me kompenzim, më jam mësu se cili ka 10 musliman, shkrimin dhe leximin e Medin, dhe me këtë është kompenzim mjafton, kompenzim dhe i lirohet, shkon në Mekë. Islami, përderi sa kanë thonë disa ulema, i dha për parësi, pra 2 opsione, i ka thënë Kur'an, i tretin e hadith. Opsioni i parë me i falë rëbt, opsioni i dytë me marrë kompenzim. Të dyja që me i liru, por e dyta pak me mund, me kompenzim, për ta ma shumë me mund. Fakti që Kur'ani qëtë për para, opsionin e faljes, të lirimit, pa kosht, pas një kompenzim, jep me kuptu se e nëzit Kur'ani, e nëzit Islami, lirimin e arabëve. Dhe se, në 70 rëbëve, 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 70
e ka parasysh elementin e shejtrisë së gjakut. Ata janë njerëz, me gjithë kufrin e tyne, me gjithë shirkun e tyne, me gjithë luftën e damën që na kanë bërë ata në luftë. Prap janë njerëz ata. Le t'u tregojmë në atyne që na jena më të mëdhej se sa ata. Dhe se ky islam nuk ka qëllim me vran njerëz. Përndryshe i vrasëm tash të gjithë arabët. Nuk ka qëllim. Islami ka qëllim vetëm me mbizotru, që fjala la ilaha illallah me hes përpara, me largu barrierat, dhe armisht të cilët shkojnë dhe anëzojnë frymën dhe kapin për fyti, që mi bo atyne, me thonë më të ma, s'ka logjik kjo punë. Për ata ajeti ishte luftoni ata, pra kur s'kejka jaman, të imponohet lufta, nuk e opsion tjetër, lufta pra, lufta. Dhe në këtë rast, është legjitim gjihadi, e që është alternativa dhe opsioni i fundit pasit shterën të gjitha kanalet apo metodat e tjera.